Janë studentë të Universitetit të Amsterdamit në Holland që kanë ndërmarrë një vizitë studimore në Shqipëri të shoqëruar dhe nga pedagogët e tyre. Pasi kanë studiuar historinë, kulturën dhe trashëgiminë e vendit tonë për një javë, janë këtu për të prekur nga afër ato që kanë lexuar dhe diskutuar në auditor. We're a group of history students from the university. Jemi këtu jo për të njohur Shqipërinë nga librat apo gazetat, por nga afër. Po udhëtojmë për 2 javë. Në Gjirokastër u ndalëm për 2 ditë. Ishim në Tiranë, do shkojmë në Korçë. E më pas do udhëtojmë drejt Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Experience the country. I don't know, a lot of different. Është shumë bukur, më pëlqen këtu. Ne erdhëm me autobus dhe pam kalan aty lart, që nuk e kemi një të tillë në Holland. Njerëzit janë të shkëlqyer, është një mrekulli. Ishim në Tiranë, është një qytet i madh, por Gjirokastra është më e preferuar për mua. Really important to have these different perspectives. Well, I think people are Mendoj se njerëzit janë shumë miqësor, mikpritës. Është një vizitë për të mësuar më shumë për historinë, kulturën, politikën këtu në Shqipëri. visiting this university. Në agjendën e vizitës së tyre në Gjirokastër ishte edhe Universiteti Ekrem Çabej, ku u pritën nga zëvendës rektoria dhe zyra e marrëdhënieve me jashtë dhe kërkimin shkencor, ku njohën me universitetin, programet e studimit dhe aktivitetet studentore. Biseda u ndal te jeta universitare në Universitetin e Gjirokastrës, mbështetja që u ofroi studentëve, fushat që zgjedhin të rinj për të studiuar, si dhe interesi për historinë, arkeologjinë dhe mësuesin.